Në mirësinë e Allahut kemi arritur të përfundojmë shkronjat e gjuhës arabe dhe kemi arritur tek përdorimi i tenvinit. Çka quajmë tenvin? Tenvin quajmë zanoret e dyfishuara të cilat lexohen si nevin. Zanoria e dyfishuar lexohet en. Zanoria u e dyfishuar lexohet un. Zanoria i e dyfishuar lexohet in. Nuk kemi edhe shembull të cilat na mundson të kuptojmë më mirë. Ja pra këtu janë dy kesra dhe është tenvini in. Këtu kemi dy dame që vjen tenvini un. Këtu kemi dy fetha dhe përputhet me tenvinin en. ذهب سوار همزة قسم مثل كتب جنفا نزلا بقرة حجا نصب سنة كبد عملا شغل لاعب تحفا فزع ثمنا عمد عبثا. Shikoni, këtu kemi të marbuta, që shkron quhet të rrumbullakët, nëse ndalemi në të lexohet h. E nëse vazhdojmë të lexohet t. Të vjen vetëm në fund të fjalës. E kemi rastin konkret këtu. Tek fjala beqaraten. Pra, përderisa po e lexojmë deri tek shqiptimi të tinit, shkronja po del t. Por, nëse ndalemi në të, lexohet h. Beqarah. Ose kemi seneten, ose seneh. Vidheri, nëse një fjalë ka tenvinin me en, atëherë asaj fjale i shtohet një elif. Si kur rastin që kemi këtu konkret, harajan, thamanan, suhufan, e të tjera. Pra i shtohet një elif e cili nuk lexohet. Nga kjo rregull bën përjashtim fjalët që mbarojnë me të rrumbullakët. Pra, por fjalët për të rrumbullakët kanë tenvinin en, nuk kanë nevojë për elif sqatues. Shpresoj se isha shumë e qartë dhe ju lutem ta bëni kanalin subscribe dhe të shpërtani të shoqëria juaj. وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.